Washingtoni ka njoftuar Rumaninë dhe aleatët se do të reduktojë numrin e trupave amerikane të dislokuar në krahun lindor të NATO-s. Lajmi u bë i ditur nga ministri rumun i mbrojtjes që ndërkohë tha se ky vendim nuk ishte tërheqje, por rigrupimi i forcave amerikane, si rezultat i prioriteteve të reja të administratës së presidentit Donald Trump. Sipas ministrit rumun të mbrojtjes, nga 1700 trupa amerikane që janë aktualisht të dislokuar në vendin e tij, atje do të vijojnë të shërbejnë 1000 ushtarë amerikanë që do të ndihmojnë në parandalimin e çdo kërcënimi, ndërkohë që do të vijojnë të përfaqësojnë garancinë e angazhimit të SBA-s për sigurinë rajonale. NATO ndërkohë bëri me dije se ishte informuar paraprakisht për planet amerikane për reduktimin e trupave në krahun lindor të aleancës, duke cilësuar lëvizjen si asgjë të pazakontë. Edhe me këtë lëvizje, prania ushtarake e SBA-s në Europë vijon të jetë më e madhe se më parë, u shpreh një zyrtar i aleancës për agjencinë e lajmeve AFP. Angazhimi i SBA-s ndaj NATO-s është i qartë. Aleanca ka përgatitur plane të fuqishme për mbrojtjen dhe po punojmë që të garantojmë që kemi forcat dhe aftësitë e duhura për parandalimin e ndonjë agresioni të mundshëm, u shpreh zyrtari. Vendimi i SBA-s për reduktimin e trupave në krahun lindor të aleancës më të madhe ushtarake në botë ishte i pritshëm, pasi në mënyrë të përsëritur presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar NATO-n dhe ka këmbgulur që aleatët europianë të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e bllokut, duke shtuar shpenzimet ushtarake në një kohë që Ukraina po lufton pushtimin rus.